Mirëmëngjesi, ju përshëndesim drejt për së drejti, ju urojmë javë të mbar në shoqërinë e Rezës tonë, bashkë me Albanin jemi në kuzhinë. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, javë të mbar, ditë të mbar. Për të shijuar, edhe për të patur një javë plot diell, plot dritë. Po sot kemi një çik shi apo jo? Në fakt do thosha kemi ndonjë bim të veçantë sot. sot. Kemi një çik shi s'ka marrë çadër apo ne gjë. Jo, më kujtun, s'besoj se do biesh. Mirë. E vrentur ishte. Kur je në diell ke, po hajde. Luhatje, po jo, nuk besoj se do biesh. Po mirë, pra po në rregull. Lëvizje kështu apo? Qa lëvizje shpi, këtu, receta? Po ja do ta shohim rrugës atëherë, do të them dhe Anvisa, meqense ne jemi këtu brenda dhe nuk e shohim, po dalim në publicitet ta shohim kohën, po Anvisa do na tregojnë sot si e ka nisur javën, do të komunikojmë me to, ndërsa unë në pjesën tjetër pas gatimit në bima dhe shëndeti, do të flasim për një bim që është duhet të jetë aleatja kryesore e shëndetit femëror. Që lidhet me hormonet, tërfilimi është e kemi të shpreje me tërfilin. Tërfili me 3 flet. Me 3 flet, prandaj quhet ato me 4 flet je me fat. 3 flet. Kështu që po leturim të 3-shi, po mjafton të keqe për lëre 4. Arsyeja se kjo nuk është një rastësi biologjike, që natyra ka bërë tërfili vetëm me 3 flet, e ka një arsye pse e kanë quajtur me 3 flet dhe tregon atë harmoninë dhe balancën, se është një bim që qëndron kështu në këmbë krenare. Edhe tregon që balanca femërore përmes tërfilit është në normalitetin e duhur, pra siç duhet të jenë hormonet e grave. Bravo qoftë tërfilit. Bravo qoftë. Për këtë bim dhe për kombinimet e saj me bim të tjera në shëndetin tonë do të flasim pas pak. Ndërsa tani tregojmë një herë recetën e parë. Patjetër. Kemi mish pule ose çervish me mish pule. Nuk është e thënë që domosdoshmërisht duhet të jetë vetëm mish i pulës, mund ta bëjmë me mish tjetër, por atë qefin e ka me mish pule. është mishi më i letë, është mishi bardhë, dhijen më shpejt, normalisht, por mund të bëni një zog të freskët, është akoma dhe më mirë. Ndryshimi është që mishi freskët, pra pula që është e rritur nga fshatari, ose zogza, dihet që ka këmbët e gjata dhe mishi është tepër i fortë. Po, me zizjena. Pra nuk ka lidhje me pulat që ne marim. Kocka është pak më e trash dhe akoma dhe më e fort. A thua sikur ti ke marrë, sikur është nga fyjet e këmbëve. Ajo ngjyrë është. Po, sepse është ushqyera avash, jo me antibiotik, me koncentrate dhe me ushqime të përpunuara, si njerëzit. Ato që ushqen shëndetshëm, edhe që ecin kanë aktivitet. Po, ku më ke dal, derisa më të fortë. Ja, derisa të zihet edhe pula, për shembull, ne themi të marim vitamina, marim njërën, marim tjetër, jo ushqimin shëndetshëm. Ne harrojmë një gjë që fillesa është çfarë ne jemi ushqyer deri në moshën të paktën 10 vjeçare duhet i kemi marrë të gjitha. Pastaj kur fillon një avokado, ose nëse ti nuk e ushqyer mirë, nuk është krijuar kocka jote e dur, nuk e marr qumshin, nuk e marr të gjitha. Çfarë prej ti tani unë në pleqëri të marr vitaminat të më bëjnë mua vajzë të re. Le të ngelem këtu të çervishi, zogza është e freskët. Kam miell. Kam thelpit e hudhrës. Kam gjalpin që unë duhet ta bashkoj me vajin. Pra, vë tenxherën të ngrohet paksa në vaj, dhe shtoj gjalpin. Nuk pres që të digjet. Djegja ne nuk themi që të nxihet, por që të nxehet më tepër nga ç'duhet. Vaji ka edhe temperaturën e vet kur unë duhet të shtoj miellin. Miell misri, unë kam miell misri të bardhë, po të doni të verdhë, si të dëshironi ju, po nëse nuk keni miellin e misrit, normalisht, Ola ka menduar për të gjitha këto, mund të bëni dhe me miellin për të gjithë përdorimet, por unë kam miellin e misrit, nuk kam nevojë sitje, nuk kam nevojë asnjë gjë, është pak graze dhe është më i hollë, më duhet kem karrot, jo domosdoshmërisht, karrotën po duam ne e vendosim më tepër për ngjyrë, jo vetëm për ngjyrë, po mund të kemi është dhe vitamina, është karoteni. Karotë dhe direkt në rrezë dielli. Kam krip piper, patjetër duhet kem edhe uthullën. E lash edhe pakës si unë të shtoj miellin. Më duhet të kem pak galet. Galet thashë, më duhet të kem pak koncentrat, për t'i dhënë një shije akoma edhe më të veçantë mishit të pulës, gjë që unë e shtoj direkt këtu.
nuk e trazoj ta shkërmoq, por thjesht le të marri pak sa aromën, sepse ne dim që koncentrati nuk është edhe fort i duhur. Shtoj mielin dhe i jap një përzierje. Mishin e pulës, mbasi unë e kam prerë, e kam vendosur në ujë të ftohtë të zihet. Nëse masa ime e miellit kokrizohet, do thotë që yndyra nuk është në masë të barabartë. E përzijej. Dhe marr një garuzhde që të shtoj edhe lëngun e pulës. Dihet shumë mirë që ne kur zijejmë pulën, fillon edhe krijon një stres të bardhë që pluskon. Ajo pjesë hiqet. Asi shkumë. Patjetër. Do të shtoj mas kripe, sikurse dhe pakës piper. Sërisht e përzijej. Sajlë, ull pak nxehtësinë. Furën e kam të parangrohur në 200 gradë, sepse duhet të jetë e parangrohur. Pjesët e mishit të pulës, patjetër që i marr dhe i vetshoj direkt. Temperaturën, si të shikoni ju, e kam ulur, derisa këtu unë e dua të jetë shkuma, sepse më krijon pjekjen e miellit. Shtoj lëng nga mishi i pulës. Kjo është pra një mënyrë se si ne ta përgatisim mishin e pulës, të japim një shije tjetër, një qervish me miell mistri, pra e sjellim në këtë formë të traditës, me këtë ngrohtësinë dhe aromën që na sjell kuzhina jon tradicionale. Edhe një herë, siç e tham, nëse arrim të gjejmë një pulë të freskët fshati, kjo recetë del edhe më shijshme sepse dhe aroma dhe shija është më prezente. Qervish me miell mistri dhe pulë në ekran, po shihni përbërësit. Ju duhet një pulë, 2 karota, 2 lugë gjalp, 4-5 lugë me miell mistri, 2 thelpinj ose 3 thelpinj hudhër, 1 lugë uthull, krip, piper dhe për ekstra shije, siç e tha dhe Albana, vegeta. Ja, tani kemi zier mishin, duke ndarë atë në pjesë. E lëmë njanë. Jap një shije akoma dhe më të veçantë. Do të shtoj të gjithë lëngun e mishit. Lëngun e mishit tek mielli që kemi trazuar aty me shijen e gjalpit, kemi shtuar dhe karotën. Dhe avash receta do të përfundoj në furrë për ta lënë aty për të mpiksur, pjekur dhe më pas për ta shijuar. Ndërkohë ju shihni në ekran po ashtu krahas vazhdimisht që del strisha jone i të recetës, edhe numrin e telefonit që t'ju pyesim edhe juve se çfarë gatuani apo të na jepni ndonjë ide, mendim, sugjerim në lidhje me recetat e kësaj jave, ashtu siç veprojmë në familjet tona që kemi një lloj menuje të përcaktuar ose të parapërcaktuar, siç e kemi edhe në Reze Dielli. Pastaj sigurisht recetat dalin dhe janë edhe të rastësishme, kombinuar, sjellë afruar me recetat që janë bazë të familjes, por që e rëndësishme është që ne të bëjmë një plan. Edhe kur bëjmë pazaret, ky plani na ndihmon edhe për të menaxhuar më mirë financat, se sa kur i kemi të paparashikuar. Se ndodh që se kemi një produkt, për shembull, dhe s'gatuhet receta. Karota, për shembull, është opsionale karota. Por, për tek fëmijët e vegjël që ne ta marrim në formën e supës, është e dur duke hequr normalisht hudhrën. Po. Ne po të duam mishin e pulës, e vendosim në nxehtësi tani. Marri një faqe. Të marri një faqe. Një qet pak edhe sepse nuk do më duhet, sepse është e bërë. Masa e lëngë është
e miellit mistrit. Ja të shkoj të ma, që është një dorë aty që në është zgjatur, këshu, në kapni vetëm dorë, që në vend në asilin lule, nëse kam përresetën tjetër, mos aromatike. është një dorë këtu që më jep një buqet me lule. Shtoj masën e kripës? Ja, Sikurse erdhën nga kopshti jonë këto, në energjikë mentja edhe... Masën e duhur, ja. Sa gjetet të tilla, për çfarë recete do jeni? E kam për një salat tabule. Salata që ka bulgurin quhet tabule. Tabule. Po. Aromën e freskët, këndshme, natyrale të energjikut. E përdorim ku do, e përdorim tek uji, në çaj, në gatimet të detoksi është gjëja më e mirë. Është gjëja më e mirë. Me kastravec. Brava, të po mendoja, kastravec, në energjik apo mente. Mente, se në energjiku është më mirë. është i tepërt. E lini aty për disa orë dhe shoqëroni gjatë ditës. E lini në ujë të ftohtë dhe konsumoni në ujë në temperaturën e ambientit. Ky është gjithmonë është ai çelësi që të jep edhe rezultatin. Po. Ja edhe pak, edhe lërndohet pak, fillon edhe plotëson... Atëherë, shkoj e marë. Merë dhe tavën me mish, cilin e vendosëm për t'u pjekur pak sa në furrë dhe tani për t'u tharë më shumë lëngje, se për t'u pjekur do të piqet bashkë me qullin që po përgatitet, që po vlon, sa të marri pak atë trashësinë e dur dhe receta paka shumë është në përfundim. E uthullës. Në fund të. Të gjitha i largoj. Ja e shtojmë edhe masën e qullit. Dhe bashkë me mish, kjo masë më duhet. Shtoj. Pakës fare piper. Dhe gati është për në furrë. Gati të pjekim? Sa e nëzet. Po qëfar bën, moj? Gjitës. Mirë që nuk të thash unë merë dhe fute në furrë, se që të bëni. Këtu përfundon Çervishi, bëjmë një përmbledhje dhe ndërkohë do të kalojmë në shkëputjen tonë promocionale. Një përmbledhje të shpejtë, recetës tradicionale të Çervishit me mish pule dhe me miell mistri. Ju duhet një pulë e freskët sigurisht, 2 karota, 2 lugë gjalp, 4-5 lugë miell mistri, 3 thelpinj hudhër, të cilit i coptoni dhe i shtoni ande nga fundi, 1 lugë uthull dhe po uthullun gjithashtu nga fundi, krip piper, pak veget tek zjerja e mishit. Ndërkohë, kalojmë tani në ndërprerjen tonë të parë dhe rikthehemi me çfarë? Me një ëmbëlsirë që faktikisht emri i vërtet i ëmbëlsirës quhet kazan dipi. Turke? Po. Kazan? Dipi. Dipi, okej. E zbulojmë pas pak.